Bota drejtohet nga pleq që urrejnë fëmijët. Muhamedi ishte vetëm 12 vjeç në ditën që mbeti i plagosur rënd teksa luante në rrënojat e luftës. Atë ditë ishte zgjuar herët për të luajtur me 5 bashkëmoshatarët e tij në një fushë të improvisuar të pastruar prej inerteve një natë më parë. Por topi kërceu përtej dhe teksa shkoi ta merrte, shkeli në një papagallje shil, një minë që duket si lodër fëmijësh. Gjatë operimit, Gino Strada dhe mjekët e tjerë kuptuan se Muhamedi kishte humbur shikimin. Ai kaloi në agoni në shtratin e spitalit, duke u përpjekur të pranojë se pa shikimin nuk mund të ecte, të luante, të mësonte, të jetonte. Askush nuk guxoi t'i thoshte se shikimi do t'i kthehej, qofta gënjente. Pak ditë më vonë, i pa shpresë, Muhamedi dha fund jetës në spital. Në kohë paqeje, fëmijët varrosin prindrit. Në kohë lufte, janë prindrit që varrosin fëmijët e tyre. 1 milion fëmijë rrezikojnë nga uria dhe sëmundjet në Gaza, rreth 20.000 kanë vdekur.